Para disa ditësh ka filluar rikonstruktimi I segmentit rrugor Azem-Quka. Bashkia Lushnjë është investitori I punimeve në këtë rrugë të amortizuar që kishte nevojë për ndërhyrje me vlerë 25.858.350 lekë me TVSH. Trotuari sipas punëtorëve do të zgjerohet 1,5 metër. Do të shtrohet me pllaka të reja për trotuar, pasi të shtrohet asfalti në rrugë dhe do të vendosen dhe bordurat me gjerësi 1 metër, gjithashtu me pllaka të reja. Gjerësia e rrugës është 5,5 metër me gjithë bordura, kurse vetëm rruga do të jetë e gjerë 4,5 metër pas punimeve. Nuk do të ketë ndërhyrje te ujërat e zeza dhe të bardha, sepse janë bërë më parë punime në rrjet, por do punohet me pjesën elektrike si dritat, linjere elektrike që do të zëvendësoj atë ekzistuese. Kujtojmë që aktualisht automjetet nuk po kalojnë tek rruga Azem-Quka për shkak të punimeve, por po kalojnë tek rruga pranë zyrave të OSHE, që është me sens së kundërt lëvizje me rrugën që po rikonstruktohet. Automjetet sipas tabelës janë në kundravajtje dhe rrezikojnë gjoba nga policia. Bashkia e Lushnjës duhet t'i japë zgjidhje sa më shpejt këtij problemi. Afati I përfundimit të punimeve për rikonstruktimin e segmentit rrugor Azem-Quka është pas 5 muajsh.